filluar të përçajnë këtë bashkim madhështor që është mes shqiptarëve. Është e disa di që jemi në shesh të gjithë bashku. Çdo ditë më shumë. Jemi me gra me fëmijë. Janë nëna me fëmijë mes jush. Ju lutem mos provokoni dhunë. Ne nuk jemi si ata. Ju lutemi të gjithëve, mos bini prej provokimeve të dhunës. Politika tjetër, patronazhistët janë mes nesh duke provokuar dhunë, me qëllimin që sabotojnë këtë bashkim madhështor të shqiptarëve. Kemi një thirrje të madhe për të gjithë. Erdhi të qëllimin tuaj. Erdhëm përpara kryeministrit. Këtu darim derisa i t'jap tërheqjen. Ne nuk jemi të dhunshëm. Si kjo qeveri me oligarkët e tij, me mafjen e tij dhe me policinë e shtetit që shumë herë ka kthyer në roje private për favoret e veta. Ndaj ne nuk të bëmi palë dhunës sot. Ne do i tregojmë që qytetarët shqiptar janë të gjithë së bashku në shesh. Janë të gjithë këtu. Derisa kjo klasë e vjetër politike të largohet. Pyetja më e shpeshtë është: kush e organizon këtë protestë? Është e qartë se është protestë e popullit. Nuk ka nevojë për organizator. Jeni ju ata që bani thirrjet. Jeni ju ata që merrni vendimet. Do bëjmë edhe një njoftim për policinë e shtetit. Ne jemi të distancuar nga dhuna, jemi pasor, ne nuk jemi sa ata. Ne duam që Shqipërinë ta bëjmë më një vend më të mirë për fëmijët tanë. Dhe nuk do e bëjmë nëpërmjet dhunës. Nuk kemi nevojë të ushtrojmë dhunë. Zëri jonë është përtej çdo force, përtej çdo muskuli dhe përtej çdo arme që ka përdorur krimi deri sot ndaj nesh. Tani ne e dim shumë mirë që ju nuk keni nevojë për fjalimet tona. Zëri juaj duhet u shtojë lart e më lart me kërkesat tuaja. Ta vendosni ju në qoftë se protestat do vazhdojnë çdo ditë. Do jeni ju që do vendosni kërkesat. Ne nuk kemi grup dialogu për kryeministrin. Dialogu është sheshi. Thirrjet nga sheshi janë dialog. Zëri juaj ka ushtuar shumë larg. Kërkesa është shumë e qartë.